Për mua, zoti Rama u duk si kur reflektoj, por për mua s'ka reflektuar, fare. Kjo që bëri sot ishe një teknikalitet politik, një retorik politike që ai i qanë këto punë, si parulla me studentët kur do flasim, dhe sot ai zëvendësoi një tok fjalësh që e ka shpik shkenca, që e ka shpik politika që kur doli shteti, si që është kontrata sociale, me një koncept besa. Pse them që nuk ka reflektuar? Së pari, mua mu duk një moment si kur reflektoj, por me njëhera i bëri një kthes dhe tha që, shiko, ne kemi faktet, ata kanë perceptimin. Pra ata janë në gabim, se ata nuk shohin faktet. Por ama tha dhe tjetërën. Por ama tha tjetërën, që faktet tona nuk vlejnë për të ndryshuar përjetimin atyre. Pra neve duhet t'i në avantazhesh. Një kryeministër thot çfarë ka për gabim, jo që ne kemi bërë gjërat mirë dhe përkthimi i gjërave tona nuk është bërë dhe aq mirë. Dhe ata kanë një perceptim të gabuar. Dhe këtu mund të kishte pak reflektim në lidhje me raportin që ai ka pas edhe me median tradicionale etj, se një nga zhgënjimet e tij në këtë protestë është që i doli jashtë kontrollit media sociale, se po t'ishte për median tradicionale e ka në kontroll. E para. E dyta, është ajo, i kthej vite pyetja juaj, që nuk jemi më në çështje emrash. Në 13 vjet, Partia Socialiste ka ndryshuar, është çështje sistemi. Kush e ka ngritë sistemin? E ka ngritë zoti Rama. Sepse zoti Rama vazhdon të mbroj me këmbgulje që patronazhistët është qenia më sublime që ka Partia Socialiste. Sepse zoti Rama doli dhe u bëri thirrje biznesmenëve dhe u tha, merrni këta filipinezët dhe po mësuani ja 3 fjalë shqip, hiqini se janë bezdisës ta kur flasin shqip. Pra, zoti Rama ka thyer kontratën sociale. Dhe tani i ofron qytetarëve aty besë. E treta, që se dim akoma ç'është, se po, që se dim akoma ç'është. Presim, ai paralajmëroi që do dali në rrjete, do dali online, tha, por si duket do jetë libri i verës për deputetët e PS-s. Libri i pushimeve. Të cilët duhet mbajnë shënime. Patjetër, edhe të nxjerrin, të reflektojnë. Domethënë në humbën pushimet, me që do mbajnë shënime. Edhe e treta që doja të thoja është se zoti Rama gjithmonë e shikon të keqen poshtë vetes vetë. Pra, aty fillon dhe uji turbullohet. Tek vetja e vetë, ai nuk shef asnjë gabim. Njeriu reflekton i pari vetë. Pastaj mund të fyej të gjithë administratën duke i thënë një fyerje që është e pa perceptueshme. Sigurisht ata e durojnë të gjorët, se kush do që të bëhet hero. Ti thua që nuk ka reflektuar, ishte një teknikalitet. Për mua po. Këtë the. Çfarë përfitimi ka nga kjo? Po, ka shumë përfitim. E para do që të amortizoj sa të mundet në atë pjesë të protestës që është edhe e administrata e vetë. Sepse ai e pranoi sot që aty kanë dalë dhe socialist. Pra atë përpiqet ta neutralizoj, t'ja heqi emocionin, motivin për të shkuar në protestë. E dyta... Po si, me një fjalim? Po, mirë më, të bëjt që të bëjt, tani ky fjalimi na ka bërë ne të mendojemi, po themi, që nga momenti që doli... Po, është kjo që tha Edlira, do më dhënë, në qoftë se ai nisi një reflektim sot, ne do të shikojmë se ç'do bëj në vazhdim, për të kuptuar nëse ka reflektuar apo jo. Fiton kohë, na i thot sot bëj fjalimin, na mezi shtatorit, deri në fundi shtatorit bëj në ndryshim qeveri. Ti mendon që do bëj ndryshime në qeveri? Po tani gojdhënat thonë që do ndodh tërmet si punë e ati. Do ndodh tërmet në shtator. Shtator do bëhet dami. Do të thënë ty nuk të mjafton libri që i ka dhënë Rama të vetëve, po i futve tërmetin që ata të rinë tamam pa pushime tani. Shtator janë provimet e vjeshtës. Po pra. Do merret me provimet e... Kjo reflektimi është term shumë i gjerë, dhe ka 2 faza. Reflektim për gabimet që ka bërë, dhe ne mund të themi që mund të pranojmë në disa element që ka reflektuar për gabimet që ka bërë që je ka hapur syt protesta,
Dhe pjesa tjetër më e vështirë është reflektimi për të përmirësuar. Cilën gabim njoh? Jo, pra, sipas konceptit ti po reflektoj. Po reflektoj, po e them në teori, reflektimi ka dy faza. Reflekton për gabimin, e pranon që ata kanë të drejtë, dhe pastaj duhet, sepse ai nuk është një qytetar i thjeshtë ose ata kanë perceptim të gabuar. Një minutë. Ai është kreu i qeverisë dhe mban përgjegjësi për të rregulluar defektet. Çështja është, edhe sikur të ketë reflektuar për gabimet, a ka kapacitete ai, pushteti ti, administrata e ti për t'i korrigjuar? Ai beson që po. Ai beson që po. Ai vetë e deklaroi sot me të gjithë fjalën e tij, e deklaroi që ka një administrat që nuk i përgjigjet. Unë dëgjoj, unë ju kam dëgjuar, ju s'keni dëgjuar. Unë ju kuptoj, ju i tha atyre s'keni kuptuar, ju s'jellni keq, s'keni empati, unë kam empati, kam dëgjuar atë katunarin që donte tjerë, atë tjetrin, ju nuk i bëni.